Shkodra dhe Shqipëria ka një mision të veçantë në 11 maj për të përballur me shkaktarët e vërtet të rënimit të ekonomisë dhe shpopullimit të vendit e për t'i dhënë fitoren Partisë Demokratike. Kështu shpreh kandidati për deputet Bardh Spahia gjatë takimit me banorët e një prej grup seksioneve të rajonit 3. Alternativa dhe programi i Partisë Demokratike është garancia ndryshimit të situatës në vend dhe qytetarët do ta mbështesin me votë ndryshimin që ka më shumë se kur nevojë vendi, vijoi Spahia. Na është bë thirrje për një reagim qytetar, duke konsideru si mision të veçantë përballjen me shkaktarët e vërtet të rënimit të ekonomisë tonë dhe të shumë aspekteve tjera të jetës shoqërore, jo vetëm Shkodrës, po të marrë Shqipërisë nga një qeveri krejtësisht e papërgjegjshme, e cila në vend që të administrojë siç duhet, pushtetin e ka përdorur vetëm për të vjell, grabit dhe për të shtrënguar lakun fyt qytetarëve të marrë Shqipërisë dhe aq më tepër dhe veçanërisht Shkodrës e shkodranëve. Faktet flasin vetë, mendoj se kena gjithë argumentat dhe gjithë arsyet që të shkojmë ballhapur të gjithë shokët, miq dashamirësit tanë dhe t'i kërkojmë mbështetjen e alternativës Partisë Demokratike. T'i kërkojmë që të bëhen pjesë e kësaj dallgë të madhe qytetare që mezi pret ndryshimin, fal mbështetjes tuaj dhe kontributit tuaj, që kam bindjen që edhe këto ditë do ta maksimalizojmë dhe do ta shtojmë, ne do t'ja dalim që me 12 maj të festojmë fitoren tonë, fitoren e Partisë Demokratike, fitoren e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, tjere i kthejmë edhe herë shkëlqimin Shkodrës edhe Shqipërisë. Duke i ftuar qytetarët që në 11 maj të votojnë numër 1 Partinë Demokratike, Spahia kërkoi angazhim maksimal dhe denoncim të çdo rasti paligjshmërie që kundërshtari po përdor për tjetërsimin e votës.